diskutojmë në këtë pjesë të programit një të dhënë mbi punësimin që na ka bërë përshtypje. Nëse bëjmë një krahasim të vitit 2021 deri në vitin 2026, numri I drejtuesve në shtet është rritur me 43%. Dhe po të shohim, nga viti 2021 deri në vitin 2026, teknikët dhe ndihmës specialistët janë ulur me 25%. Çfarë po ndodh me sektorin shtetëror? Do ta bisedojmë me eksperten e punësimit, Eni Kasmi. Mirë se vjen në Living Day. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Edhe që kërkon një analizë. Pse kjo hierarki në sektorin shtetëror? Është një studim që është bërë edhe nga revista Monitor, është diçka që unë me thënë të drejtën e kam lexuar dhe jemi referuar për të bërë dhe këtë bisedë. Në fakt janë shifra pak alarmante, po themi, sepse në sektorin shtetëror, nëse do të shikojmë, vitet e fundit janë rritur dhe pjesa e pagave, është rritur goxha niveli I pagave për pjesën e drejtuesve. Dhe ky nivel I lartë I pagave dhe rritja e drejtuesve në sektorin shtetëror çon në rëndim të buxhetit të shtetit. Dhe normalisht duhet të bëjmë një analizë pse duhet kemi kaq shumë drejtues në sektorin shtetëror. Pse duhet kemi një ulje të nivelit të punonjësve të cilët janë punonjës teknik apo specialist në sektor të ndryshëm. Çfarë ka ndodhur? Rritja, sepse sektori shtetëror, me futjen edhe të teknologjisë, me risi të reja të teknologjisë, shumë vende janë sfumuar. Pra, mund të jenë sfumuar sportelet, punë të ndryshme që kanë lidhje me teknologjinë e informacionit. Ndërsa, të cilët kanë qenë kryesisht teknikët ata që I mbulonin këto sektor edhe këto profile të punëve. Pikërisht. Ndërsa, pjesa e drejtuesve pastaj është pak alarmante. Duhet të theksojmë që sa më shumë të rriten drejtuesit, aq më shumë e vështirë është pjesa e hierarkisë. Pra, ne shkojmë dhe nxisim burokracinë në këtë sektor. Dhe ti e shikon vetë, nëse do të shkosh diku për të mbaruar punë ose për të marrë një informacion, do duhet të hysh në Albania, do duhet të klikosh dhe të presësh me ditë të tëra një përgjigje. Shkon për të marrë për shumë për të licencuar, po flasim. Dhe kjo është bërë goxha e vështirë sepse pjesa më e madhe e aplikimit bëhet në Albania dhe pastaj pret një shef për një firmë. Pse duhet kemi neve një shef, 2 shef apo 3 shefa, të cilët do duhet të firmosin për diçka që lehtësisht mund të vazhdoj dhe të merret në Albania. Pra, ne nuk do të kishim nevojë për këta drejtues dhe për këta shumë drejtues. Dhe sigurisht këto njerëz që vihen në drejtim I kalojnë të gjitha hallkat për rekrutimin apo janë rekrutime politike. Duhet të shikojmë edhe këto gjëra të tjera. Pra, kjo është një tjetër pikpyetje që ngrihet strukturat e punësuarve në sektorin shtetëror nga viti 2021 deri në vitin 2025 dhe nëse I referohemi grafikëve që janë edhe në ekran. Pra, në vitin 2025 numërohen 24.244 të punësuar. Nga 20.532 në vitin 2024. Pra, më shumë 3.712 persona më tepër nga njëri vit në tjetrin në nivel drejtues. Kjo do të thotë që janë në rritje dhe nga ana tjetër kemi të teknikëve dhe të ndihmës specialistëve të cilët janë në rënje. Të gjithë janë në rënje. Pra, nëse krahasojmë vitin 2025 me vitin 2024, janë 2.524 persona më pak në nivelin e teknikëve dhe të ndihmës specialistëve. Por, për të njëjtin har kohor, kemi 3.712 persona më shumë drejtues. Po, patjetër, është kjo që ju thash pra, do të thotë që ne kemi shtuar më shumë, jemi të fokusuar drejt hierarkisë dhe drejt pozicioneve drejtuese, ndërkohë pjesa e ndihmës kemi specialistët edhe nën punës të thjeshtë, dhe nën punësve të thjeshtë, të cilët mund t'ju jetë suprimuar vendi I punës, për shkak të fusjes të shumë sistemeve të cilat realisht po ndihmojnë, por në fund të ditës vendimet mbeten po prapë tek këta drejtues. Te drejtuesit. Dhe kjo rëndon buxhetin e shtetit? Patjetër, rëndon buxhetin e shtetit, nxit korrupsionin, kemi
Ana tjetër do të ketë edhe një ndikim ndoshta në afatgja, dua të kuptoj se çfarë ndikimi do të ketë në nivelin e specialistëve të teknikëve dhe ndihmës së specialistëve dhe të nënpunësve të thjesht, numër i cili është në rënje. Çfarë do ndodh pas disa vitesh, se ndoshta njerëzit nuk do duan më të profilizohen. Tani, neve kemi sepse nuk gjejnë hapësira për të punësuar. Kemi studentët që mbarojnë studime. Dhe këta studentë nuk kanë një shembull të mirë pra për pjesën e administratës shtetërore, pasi nëse bie numri teknikëve, numri i specialistëve, numri i ndihmësve në administratën shtetërore dhe rritet numri i drejtuesve, kjo do të thotë që këta studentë, që të cilët mbarojnë, të cilët diplomohen, ku do të marrin ato njohuritë e para lidhur me profesionin. Pra, nëse neve fillojmë dhe sfumojmë profesionet, sfumojmë pjesën e teknikëve të çdo lloj profili, do të thotë që ne nuk jemi në rrugën e duhur, pasi vërtet sfumohen këto profesione për shkak të teknologjisë informacionit, të ecjes me hapa galopant të këtyre sistemeve, por nga ana tjetër duhet të themi që për çdo drejtori apo për çdo ministri apo ku janë institucionet ku këta janë drejtues, do duhet të shikojmë shumë mirë për çfarë na nevojiten edhe këta njerëz. Për çfarë neve i emërojmë këta njerëz, sepse shikojmë që Shqipëria është e mbushur me të papunë, të cilët rendin në dyert e shtetit për të punësuar, dhe ndërkohë për drejtor dhe nuk punësohen dot. Jo më larg se para disa ditësh ishte një zonjë që kërkonte të futej sanitare në një institucion dhe ishte e pamundur që të rekrutohej për sanitare. Pra është një person që është, flasim teknik, është një person që është low profile. Dhe i kishte të pamundur dhe ndërkohë shohim pozicione drejtuesish të cilët zëvendësohen në kohë rekord dhe zëvendësohen dhe shumë shpesh. Dhe kjo lëvizje e shpesh i bën e pamundur për shkak të sistemit, për shkak të vështirësive. Nuk merret asnjë lloj përgjigje. Nuk merret asnjë lloj përgjigje. Pra, këta drejtues japin përgjigje, kanë këta drejtues disa specialistë poshtë vetes së tyre apo ju funksionon sistemi këtyre drejtuesve për të dhënë një përgjigje këtyre njerëzve që aplikojnë, pra flasim për teknikë të ulët apo të mesëm. Dhe cila kategori, po themi, e teknikëve e sheh si më të rrezikuar ose që është të kurrur më shumë gjatë këtyre viteve? Sportelet, pa diskutim, sportelet janë sfumuar dhe sigurisht, po të lutem. Jo, sportelet, do flasim për sportelet sepse kemi edhe pjesën e profesioneve pastaj, të cilat më tepër nuk i kemi se sa nuk janë pra profesionet. Si për shembull? Po mund të kemi mirëmbajtës teknike për shembull, mund të flasim për shembull në një institucion duhet një mirëmbajtës, një hidraulik apo një elektricist apo një profesion tjetër, të cilët këto janë profesionet të cilat mezi gjenden sot edhe në sektorin privat, pashtu edhe në sektorin shtetëror. A është e njohur kjo praktik në botë? Absolutisht jo. Të hysh në listat e punësimit në administratën shtetërore, duhet kalosh shumë filtra dhe duhet të presësh sigurisht që një person i cili është në ato pozicion pune të dalë në pension për shkak të digitalizimit, nuk ndodh kjo gjë edhe në vende të tjera të botës, që teknikë të caktuar, pra sportelet e kështu me radhë, janë të çkurrura edhe në vende të ndryshme të botës, kjo për shkak të zhvillimeve të teknologjisë. Nuk kanë qenë kur kaq të fryera sa tek ne. Ne kemi pas sportel për çdo lloj gjëje. Edhe pse mund të mos nevojitej sporteli, ne kishim sportele me 5-6 veta. Tani janë sfumuar dhe bëjnë shumë mirë, por ideja është të mos rritet numri i drejtuesve. Dhe pak më parë thash për drejtuesit edhe në vende të tjera të botës, të futesh në listat për të kualifikuar dhe kualifikuar në vende të tilla, në vendet e Europës, duhet të presësh ndoshta edhe 20 vite për të konsideruar. Si do ndikoj kjo situatë në sektorin privat? Sektori privat është diçka tjetër komplet. Është diçka tjetër që do doja, do me thënë, të flisja me superlativa për sektorin privat, sepse në sektorin privat e para nuk bësh do drejtues nëse ti nuk ke kaluar ato vitet e eksperiencës, apo të kesh një eksperiencë shumë të mirë për pozicionin që ke, të kesh njohuritë e duhura për menaxhimin e stafit, të kesh
Pra, të gjitha ato aftësi të cilat ty të bëjnë një drejtues, sepse shumë shpejt... Kjo situatë aktuale në shtet do të afektoj, do të ndikoj në një mënyrë në sektorin privat? Apo jo nuk do të ketë asnjë lloj ndikimi? Absolutisht jo nuk ka asnjë lloj ndikimi, sepse në sektorin privat, nëse kemi një drejtues dhe ka një departament të tërë, ka disa departamente të cilat i drejton, buxhetet që ato hartojnë gjatë për vitin, pra, i hartojnë në mënyrë të tillë ku jo të kurin stafin, por në bazë objektivave të cilat ata vendosin, të kenë edhe stafin e duhur, po pa e tepruar këtë, pa e tepruar dhe sigurisht pa vënë pozicionet të cilat, pa i fryrë pozicionet për të cilat kompania mund edhe të performojnë dhe pa to. Në tregun e punës, është një lajm i keq kjo situatë për një teknik, le të themi, apo për profesione të ndryshme? Në sektorin privat? Jo, në tregun e punës, në sektorin shtetëror dhe privat gjithashtu. Pra, situata e tillë. Nuk mund të themi që një sportel që mbyllet, apo një specialist... Jo, ka disa, po themi. Ka shumë, ka goxha profesione cilat janë, po sfumohen me... Le themi teknik i mesëm. Po, me futjen e inteligjencës artificiale. Mendoj që e ardhmja është i përket inteligjencës artificiale dhe shumë nga këto profesione dhe do sfumohen. Ti ke sot për shembull pjesën e marketingut që inteligjenca artificiale zëvendëson, po e zëvendëson, po themi, po e zëvendëson më së miri. Në punën e përditshme të burimeve njerëzore, ke sisteme, ke të inteligjencës artificiale të cilat bëjnë çuditëra. Pra, po mund të sfumoj profesione të ndryshme, por do të lindin profesione të reja të cilat do t'i kërkoj koha. Do t'i kërkoj koha, pa diskutim si kudo, do me thënë. Pra, që të punësohesh në shtet, duhet domosdo arsimi i lartë? Jo gjithmonë. Po, në këto raste po shohim që ata që kanë profesionet caktuara, po e kanë të vështirë, pra numri i tyre është në rënje. Varet se çfarë do të kërkohet, por shteti ka të mirë përcaktuara kriteret për të cilat ai kur kërkon, për shembull, kur dalin njoftimet në këto portalet e tyre, i ka të mirë përcaktuar se çfarë kriteresh ka. Kurse në sektorin privat, rëndësi ka që të kesh eksperiencën, pra ti mund të bësh një menaxher shumë i mirë shitjesh, një menaxher i mirë stafi, por mund mos kesh shkollimin në menaxhim biznesi apo diçka tjetër, por mund të jesh edhe me shkollë të mesme dhe ti ke një performancë shumë të lartë në pjesën e shitjeve. Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që mund të gjesh hapësirën dhe vendin tënd në sektorin privat dhe jo në sektorin nuk jo gjithmonë do të thënë shkollimi e bën atë. Cili ishte shqetësimi yt më i madh kur lexove këtë lajm, këto statistika? Shqetësimi më i madh është që nëse të rinjt shikojnë këto statistika, nëse i lexojnë këto statistika, nëse këto statistika vërtet do binë në dorën e të rinjve, pra të studentëve. Që jam e bindur që tashmë ka ndodhur. Patjetër, është diçka që interneti na ndihmon që të ketë një shpërndarje në një kohë shumë të shkurtër. Megjithatë kemi një brez që nuk lexon shumë dhe na ndihmon në këtë pjesë, por duke lexuar këto statistika realisht i mbush me ëndra për të bërë drejtues dhe për të bërë drejtor. Unë shikoj vetë çdo ditë pranë punës, pranë punës time, pra të përditshme, që shikoj vërtet studentë të cilët aplikojnë, janë student financës dhe aplikojnë për drejtues finance. Pra, ku të çon mendja për të bërë një drejtues finance, ndërkohë ti sapo ke mbaruar ose je në vitin e dytë në bachelor. Pra, diçka ndodh me tregun e punës, megjithatë njerëzit të cilët janë, të cilët arsimohen, të cilët e nisin punën nga diku, nga poshtë dhe gjithë shkallët dal nga dal, ata mund të performojnë shumë mirë si në sektorin privat ashtu dhe në sektorin shtetëror. Besoj se përmes kësaj bisede sot arritëm të kuptonim se çfarë po ndodh në shtet, se si është niveli dhe pse kaq shumë drejtues në këtë moment, edhe zhvillimet e teknologjisë kanë bërë që një pjesë e teknikëve e profesioneve të ndryshme të çkuren në shtet, por duhet kuptuar më mirë pse kaq shumë drejtues dhe kaq shumë drejtor. Megjithatë trendi i tyre dukej në rritje,
ende, Po. ndërsa i teknikëve, i profesionistëve të profesioneve të ndryshme është në rënje. Do ishte shumë mirë të bëj një studim i mirëfillti, Të cilin urojmë shumë të bëhet. Do të ishte të bëj një studim i mirëfillti të gjitha pozicioneve. Patjetër, të përpiqemi të kuptojmë përmes tij edhe më tepër. Ne u munduam përmes kësaj bisede sot. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit ju. Faleminderit edhe ju që qëndruat në shoqërinë e Living Day. Mirupafshim.